Rimet I takojnë Allahu Gjalla Gjalaluhu, krijuesit ton, furnizuesit dhe udhëzuesit ton. Salatet dhe selamet, përshëndetjet dhe duat tona më të mira dhe më të sinqerta janë për më të mirin, më të zgjedhurin e gjithë zgjedhurve të Allahu Teala dhe zotriu në gjithë bijve të Ademit alayhis salam, Muhammedin të birin e Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë pasuesit e sunetit të tij të pastër deri në ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër të pranishëm, prej shumë kateve, ne sot jemi duke jetu në një periudhë kohore në të cilën jemi duke qenë dëshmitar të mëkatimit madh që e bën populli ynë, njerëzit tonë edhe në mesin e tyne, duke bë gjunahe të shumta karshi Allahu Teala, duke mos I punu urdhresat e Zotit tanë dhe duke shkel ndalesat e Allahut Teala. Sot jam shëndru në një popull I cili nuk respekton Zotin e vet, krijuesin dhe furnizuesin e vet. Jemi shëndru në një popull që nuk fal namaz, nuk agjeron, nuk jep zeqat, nuk kryen obligimin e haxhit, shkel në dispozitat e Allahu Teala, pin alkohol, përdor kamatën, në dhënia apo në marrje të saj, merr pare në mënyrë të haramit, sikur vjedhje, mashtrim apo korrupcion, zhveshen femnat tona, përhapet prostitucioni, zinaja dhe shumë ndalesat e tjera shkelen pa pas frikë Allahun Teala se ka mundësi me na dënu për shkak pa dëgjueshmërisë tonë që ja bëjmë krijuesit gjithësisë dhe krijuesit tonë Allahut subhanahu wa taala. Kohëve të fundit, vitet e fundit, sidomos vitet e pas luftës, me të madhe femrat tona filluan të paraqesin bukurit e tyne, të hekin rrobat e tyne dhe të zhveshën dhe të lakuritsohen pa kur far turpi, spari, para Allahu Teala, pas edhe para robëve të Allahut subhanahu wa taala. Me plot bindje, duke e thonë këtë fjalë, se prej se Allahu Teala e ka kriju qëtë vend tonin, Kosovën, qëtë popull tonin, jam shumë I bindëm kur s'ka qenë ma I zhvesht ky popull se sa në periudën kohore në cilën neve jemi duke jetu. Jemi bindëm që femrat tona kur s'kan qenë ma të lakuritsume se sa këto vitet e fundit që e kanë bë mod lakuritsin. Sot brekte shkurta, sot miniqet, minifundet, sot vdeshje nalt dhe poshtë, sot dalje me frajerin, puthje me ta, prekje me ta, intimitet, mes gjinive, sot na janë bërë gjë normale në rrugë tona. Anormalitetet kanë marrë atë shumë për masat mëdhaja, sa që është bërë normale që baba me I pa brek të qikës vetë, vllau me qëndru me motrën e vetë të zhveshur. Kur s'ka qenë ky adet? Jo të muslimant, pas të shkijet s'ka qenë, as të ortodoksët s'ka qenë, as të katolikët s'ka qenë, as të komunistat s'ka qenë, e leje më me qenë të muslimant. S'ka qenë kur tradit zhveshja e femnës tonë, si kur që jemi dëshmitar dhe duke e pa femnën shqiptare dhe femnën e trojeve tona qoftë turke, boshnjake, një femën që e qunë vetën muslimane, dhe ajo I zhvesh tërsisht avretet e saja, vendet e cilet e ka për obligim me imbulu para syve të meshkujve të huj. Sikur femra e janë të mos ketë kur far vlerë, sendet me vlerë mbulohen vllazën. Një qips që e merë në dyqan, anë e ki të paketume, sa më të thjeshtë. As kikiriki se ki të zbëlume, as napolitankat se ki të qelme, as milin, pak me e pa me një vend se ka marë frym o qelë, se merë njëri. Banane si banane, Allah e ka pështjel, e ka mbulu.
e kap shtjellsin e vet. Portokalli e kap shtjellsin e vet. Millin që e marrin prej grunit e kap shtjellsin e vet. Dhe sa femna jone pa ftyrë s'kap shtjellsin e vet. Hiç. Dhe këto shumë nuk kanë faj, sikur që do të flas më vonë, sa kanë faj burrecat e shoqënisë tonë. Njerëz të cilëve para hundëve ju zhveshen femnat e tyne dhe ata krenohen me femnat e zhveshme. Civilizim vllazër është konsideru në histori popujt të cilët kanë pas kulturën e tyne të veshjes, kanë pas veshje kombëtare, dhe është konsideru prej formave të civilizimit. Jo civilizim, është konsideru një popull i cili ka qenë i zhveshur. Gjunglat e Brazilisë dhe vendet e ndryshme të botës në cilën gjen pyet pa shkelura dhe kohë pas kohës zbulohen ende fise që nuk kanë qasin civilizimin modern, shohim se ata shumë përngjajnë veshje femna dhe meshkujt e tyre shumë përngjajnë veshje me femna dhe meshkujt e Kosovës dhe trojve të shqiptarë. Dhe është interesant, ata i quajnë të pa civilizum që s'kanë pa aeroplan. Mi për në veshje, me po mi pajën si qadrëvanit. Mi marë, mi prunë, mi edhe qadrëvan, kënë ngajnë për mrapa, për para për mdo këtë ka qenë kjo punë që djemt ju kanë bot qikave, ta s'pëni, se tash qikat jo të jo bot, kuq. Ato tash jo të ju thirë, djemt. Me një vakt, ka qenë djemt ngashin mas qikave, tash jënë ndru pozicionet e gjahtarit dhe prejes. Tash jënë femnat gjahtaret e cilet i gjuin meshkujt në për rrugë, të cilet jënë të bombardum prej zhveshjes. Kultura e zhveshjes është bo pjesë e kulturës për diqëmërisë tonë për fatë keqë. Sot nëna është e vdesht, nëna është e zhvesht, gjinët i ka në mejdan, komt me vena që ka si të lopës i ka në mejdan, krit i ka në mejdan, sot motrat jenë të zhveshuna. Allah i lopës i kalon bisht me mlu avret, të mazi se lopa e në bo Allah i në rrut. Mazi se shtaz jemi bo në veshët tonë. Dhe jemi bindëm që shumica këtu që jemi gjematli, kajmaki i këti vendit i kanë familje që shtu nonat edhe motrat e tyne dhe gratë e tyne. A ma e keqja është dhe ma shumë dhem, kur shojmë edhe hoxalarë, që i kanë gratë dhe qikat e tyne të zhveshuna, ose qikat i kanë me miniqe dhe postojnë fotografi të tyne në për Facebook, edhe dalin në për rrugë dhe bëjnë tjertë me gisht qika hoqës. Se ma për cokakit mës të flasë. Për haqëlar mës të flasë, për nonat të cilat ecin me mantil, e në kra e ka qiken me miniq mës të flasë. Qfa në? S'ke arrit me eduku një manet. S'ke qenë përgjetë se për shoqni, ti si nanë dhe ti si babë. S'ke qenë përgjetë se për shoqrin, ke qenë përgjetë se për evladin që Allah ta ka dhonë në manet. Dhe s'ke qenë gjene me eduku qiken tonë dhe se si është veshja. Në sociologi për mu qujt një komb, një popull, mu qujt komb, ose një popull, mu qujt popull, du të mi plëcu disa tipare, sikur që është gjuha, tërësia teritoriale, kultura dhe veshja si dhe feja. Veshja është pjesë përbërse e traditës. Nëse janë këtë zhveshta, janë nudo, ose gjysëm nudo, gjysëm të lakuriqume, si do të dim cila lop është e cilit vetë? Që shkem me ditë? Si do të dim cila është kinë, cila është muslimank? Në rrugë, që shkena me ditë vlazën cila është muslimanka, që do të mja falë gjenazën, e cila është kina? Në shpi, në darsën, në tubime, në autobus, në për rrugë, që shkemi njoftë muslimanet për jo muslimaneve? S'ka kur far elementi të identifikimit muslimanës që është muslimane. Hiq, për kundrazi ka qenë nxitje kjo që jo muslimanet me majtë kryqa në gjokëzët e tyne për mu identifiku për i zatë zotit mos na përzini me këto muslimankave. Se ne jemi të krishterka. Dhe kam dëgju që priftrit e tyne kanë kërku që të vendosën kryqa që elbete mos po vjen deri te
dashuri që ka të mes trive dhe dikush për muslimanëve të merë qika prej tyne. S'kan dasht me i përzi. Për ndryshe, femnat tona fare nuk kanë dalim prej muslimanëve. Femrat tona jënë të lakuricu me në klipat muzikor. S'ka të bëjmë kur far arti, s'kem të bëjmë kur far muzike. Tjetër është trajtimi islamet që i ka bal muzikës dhe këngëtarëve. Me po vetë, kultura e zhveshjes të ato këngëtare të regon se ato nuk janë artista, ato nuk janë këngëtare, ato janë rëspia me mikrofon dorë që kënejnë. Me në bazë të veshjes, aludën se kështu është, pa etiketu asë njënën me emën. Dhe për kur t'i shetë të zhveshuna, me ta që malin e bordelove të përendimit, të cilat për fat keq, femnat e bordelove, kove të fundit, me në mas të madhe kanë fillu me protestu në organet qeveritare se femnat ja u kanë marë bukën. S'po kanë punë që tash, se cila u bosi aja. Njerës më nuk pëjnin nevojshme me shku të ato. Ne ju kujtohet mas luftës, Prizreni u shpall kampion në Kosovë me numrin matë kafiqeve për zina. A ju kujtohet lajmet. Mbi 130-40 kafe i kishim në cilën përveç rakis e kishe edhe shërbimin e zinas me i paguat të femnë. Dhe atëhere konsideroj si turp i madh për Prizrenin dhe ndaj me disa të cilët erdhen për një qyteti tjetër në Prizren, Shadrvan dhe ma potencuan thënë ju si Prizren, kinë se jeni qytet më i mirë, jeni kampion në numrin matë bordelove në Kosovë. Atëherë ju pata përgjigj në këtë mënyrë dhe i pata thonë, kjo është shej e identifikimit islam të Prizrenit, se s'ka pas material vendor, jënë detyru me marë moldaveska, bulgarka dhe vendeve tjera, se s'kan gjithë shqiptarka të Prizrenit për me bo zina. Dhe ulja aty në kafiqeve sot më tregon një send tjetër se ulja asaj është zavendësu me zinat femnave tona. Se këtë fjalë, nuk e thëmë une, këtë fjalë na e thënë arsimtarët në për shkolla. Deri në arsimin fillon klasët e 9-ta që bëhet zina në bord të shkollës. Arsimtarët e shkollës fillore në Prizren kanë thonë, kam zonë femën, klasë 9, medialin në klasë, në periudën ku ndrohen rrimet e nxënësve para dite mas dite, të bo zina në klasë. E qikat e juja, lazën. Të e qikat tona. E qikat e muslimanve. Se s'po flasë për arsimin e mesëm. Për arsimin e mesëm nuk po flasë në cilën zinaja është në kulminacion. 33 nuk lëjnë sen të fliqt pa ba. Dhe këtë e konsiderojnë gjë normale familjet e tyne. A kemi më grabitje vllazën zykur për para? Për para ka shku, ja ka në lyp qikën, ja ka dhone, e ka grabit e sende. Në minimum tash jenë rastet e tila. Për arsye se që tash më si interesën familjes, qika e me sa për ndërën. Qysh për ndërën, me ko për shkën. Me rëndësi jo, qyre qikë, biri dikuj në qafë, edhe mos në u këthema në shpej. Që tash kena me nis me 40 kera me shku mja u qu qikat. 40 kera në kanë orë për para kryshi, edhe janë livdu, që tash 40 kanë me t'i prunë. O, mërë në bërlogit, aj, bof shajrë për e që na keni marë këtë bërlog. Mërë ne, se na i ndrojke për dit, frajerat. E shumë mire din, ata të cilët janë martu me femna që kanë pas të kalu me jo të mirë, shumë mire din telefonatat dhe kanë ende sot probleme me ish frajerat e femnave të tyne. Se nëse ne do të silleshim në atë mënyrë që do të kishim kujdes mos me i marë këtë bërllog të femnave, a ke hecë, a ke dalë, ke ndru frajera, mos e merë një vlazën asi bërllogi, mos prekni asi bërllogi. Ajo bërllog është. Një telefon dorës 2 të një njëri s'pëdo, fmi i vogël, që prit të ablej 20-30 euro të ablej një telefon mos, mare, unë e të përdor ta, 3 dune, me paketet dhe. Një telefon të përdor të se dë njëri. E lyp 3, nësa femna sa të dojnë e të përdorin. Edhe njët i lumë të ririu si ta ka marë second hand, vetëm dora 2 si ta. E ka përdor veç njoni. Edhe për njën
të lumtur të rrit nëse e gjajnë veç me një që i ka kalu. Dhe kjo është realiteti i hidh i shoqërisë tonë, i cila po jeton kohën e ignorancës. Dhe atë kulturën e zhveshjes e bëjnë në emën të emancipimit të femrave. Kërkojnë që femrat të zhveshen para meshkujve të huj. Dhe kjo kulturë e zhveshjes është shumë prezente në televizionet tona, nacionale, të cilat janë kundërshtim të plot me politikat nacionale të rrujtjes së vlerave familjare në familjet tona, për arsye se janë shkatërruese të vlerave morale, etike dhe fetare dhe kombëtare të popullit tonë. Programet çfarë i servohen popullit tonë prej televizioneve tona nacionale dhe atyne të ashtu quajtura kablovike ose lokale, janë plotësisht në shërbim të prishjes së moralit shoqërisë tonë. Jemi shëndru në shoqëri të konsumit të alkoholit, jemi shëndru në shoqëri të apasionume pas epsheve të tyne, të cilët nuk e kanë derd se sa do t'ju kushtoje ky shfrenim epsharak të cilin janë duke e përjetu shoqënia janë si tërsi. Kemi totalisht shfrenim të epshit, vllazër. Ajo çfarë ne jemi duke pa në për rrugë, që ne si musliman na turpron dhe mundohemi me ul kokën prej shiqimit të haramit dhe sa ato fare se kanë dert në zhveshjen e avreteve të tyne, tregon degradimin e vlerave morale, fetare dhe kombëtare të këtij popullit, i cili të kaluam është lavdu shumë me femna shqiptare të moralshme, sot lavdërohet shumë që filan kongëtari ashtu hec me një filan Zezaki, se shqiptar kanë arrit shumë para disa muaje kanë bë filmin e parë pornografik me shqiptarka dhe gëzohen për këtë punë që i kanë prunë kongëtar Zezak edhe jo kanë qitë shqiptarkave, bukuria shqiptare arriti një Zezak me marë për veti dhe gëzohen shumë kur femnat tona martohen me të hujt në botën perëndimore dhe gëzohen shumë që më në fund arritën femnat e popullit tonë me i përngja me femnat e gjunglave të Brazilisë. Dhe ky është e arritura më e madhe në emën të integrimeve tona euroatlantike. Të gjitha sendet tjera i kemi arrit të perëndimit që kjo na kish pas met neve mongi, që me u pederav, me bo zina, me undru partner në me vete, me bo one night stand, me bo veç kaninat, mus me adit e emnin sa ba mu që me i thonë, që po të bepër një me emnin ti? Hajtë veç punë me bo, me pi alkohol, marihuan, drog, dhe me arë deri të shturja e familjes tonë. Dje e lexu, jo ma larkë se dje, mbi 6.000 divorce në vitin 2011 ka pas në Shqipni, brenda vitit. 6.000 çkurërizime. Prishja e familjes është evidente. Dhe shumë të rinj sot nuk marrin guximin me bo lidhje familjare dhe martesa, por orientohen vetëm në bashkëjetesë me partnerin e gjinisë së kundër. E merr mashkulli bashkëjeton, si rentakare ka atë gruan, atë femnën, e përdor një javë, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, e ndrën, e len, edhe kuj si bëhet vonë, që me bëhet 3, sunë janë marrë vesh, edhe vjen një magar tjetër merret vesh me këtëne, vjen një zagaric tjetër merret vesh me zagarin, vjen tjetër kush, edhe opet e gjojnë gjuhën e përbashk me një tjetër përbashkëjetesë. Për arsye se çdo sen po duka mu provu, para se me e marë. Kultura e provimit është që tash. Mëre, provoje, këqyre që shpon grej, apo hec me 4 rrota, apo hec me 2. E mas nene, leje. Sa na duke që sharake kjo punë, vallahi billahi me zemrat plasim të i folë këtë punë. Dhe këto sende. Kjo është me të plas zemra, vllazën. Kjo është me të plas zemra. Që i sheh 33 çfarë janë duke bën në për sokaqe. Dhe pa fije të turpit manifestojnë ignorancën e tyne dhe periudhën e gjahilietit, sikur që kanë qenë në të kalumen. Kështu kanë qenë vllazën në kohën e para islamit. Kështu kanë qenë njerëzit të cilët kanë qenë të zhveshur.
Kjo është zhveshja e femnës, është vepër e iblisit të mallkuar, i cili në këtë mënyrë na tregoi Allahu Teala në Kur'an, na e kishte zhvesh Ademin dhe Havën alayhim assalam, babën dhe nonën tonë. Allahu Teala ka treguar në Kur'an në lidhje me këtë çështje. Thot Allahu Teala surat Araf ajeti 27, o bita Ademit, të mos ju mashtroj shejtani sikur i nxorr prindit tuaj prej xhenetit, zhveshi prej tyne petkun e tyne që t'ju del në shesh të zbulumit e tyne, avretet e tyne. Kur kanë bon mëkat, kur kanë prek në pemën e ndaluar Ademi dhe Hava alayhis salam, dënimi çka ka qenë i tyne? Mas pari, momenti që kanë prek pemën e ndaluar, Allah ju tha: la taqraba hadhihi shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Mos i afroni kësaj pemë që mos jeni prej zullumçarëve. Dhe shejtani i ngacmoi dhe i mashtroi duke ju thënë se nëse hani prej kësaj pemë do të bëni të pavdekshëm. Prekën dhe dënimi i parë ishte zhveshja e rrobave të tyne. Në xhenet kanë pas tesha. Këta që ne i paraqesin të parë tonë si njerëz pa civilizuar, majmuna e sende, janë njerëz që kanë marak me pas babën majmun, nënën majmunic. Këta ne është qefi tyne që e imagjinojnë prindin dhe gjyshin dhe të partë e tyne. Po ne si musliman jemi të nderuar që Allahu Teala na ka nderuar si lloj njerëzor dhe na ka zgjedhur për të tjerëve dhe na tregon se Ademi dhe Hava alayhim assalam kanë pas tesha. Dhe në momentin kur kanë katu, kur kanë bërë gjunahin, ato tesha, gjunahi i parë është dënuar në këtë formë, më një herë më së pari janë zhvesh teshat e tyne dhe ka shiqur me gjethet e xhenetit me marr dhe me imbulu avretet e tyne. Shiqoni kreshtet në përpikturat freskat e tyne kur flasin për Adamin dhe Evën e kanë me disa gjethe të mbulume avretet e tyne. Dhe ishte interesant një element që e pata lexu. Dhe nuk kishin harru me e bë Ademin në atë foto të freskave kishtare nuk i kanë bërë kërthins dhe kishin spjegimin shumë logjik për arsye se nuk ka lind prej nanës që me pas kërthins dhe me ja kaput kërthins. Ademi s'ka pas kërthins. Dhe atë element e kanë përshkru shumë bukur në atë vend. Por i është zhvesh tesha. Sa më i madh bëhet gjunahi karshi Allahu vllazën. Sa më të padëgjueshëm të jemi karshi Allahu Teala, do të na zhveshet petku i takvallëkut. Për arsye se njeri është qenie dualiste, i përbër prej materjes, trupit dhe i përbër prej shpirtit, që është amaterial. Dhe që të dyjat e kanë petkun e vet, veshjen e vet. Sikur trupi që ka petkun që veshemi me tesha, qashtu edhe shpirti e ka petkun e vet. Dhe këtë e themi duke u bazuar në ajetin e Kur'anit që thot Allahu Teala walibasu taqwa khair, dhe tesha takvallëkut është më e mirë. Sa të gryset, sa të shkyhet tesha e takvallëkut, sa të jesh jo takva, jo i devotshëm, çaq shkyhet tesha për jashtë. Sa më shumë që i e shkelci normave të urdhëresave dhe ndalesave fetare, qaq ma tepër do të shkyhen teshat për jashta dhe do të jesh ma e zbulume në avretet e tyne. Dhe mos ta mashtroje kjo femën veten me thonë kon zemrën e mirë, është zemër bërlogi ajo që mendon se ka zemrën e mirë e me dal e zhveshun për jashtë. Është në pyetje dëmtim i petku të devotshmërisë te ato femra. Prandaj ky element i zhveshjes është për shkak të ngacmimit të iblisit që ja ka bë llojit njerëzor. Dhe ta dinë këto femra të cilat janë të zhveshura se nuk kanë vend të Allahu Teala në xhennet. Femrat e zhveshura nuk kanë vend të Allahu Teala në xhennet. Dhe ka treguar pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë sinfani minan nasi, hadithin që transmeton Imam Muslimi sahihun e tij, ka thënë janë dy grupe për njerëzve që unë ditë gjykimit s'ka me i pa. E era e xhennetit ka më ndëgjua në 500 vite largësi. As ka me pa këto xhennetin, as kanë mjani e erën e xhennetit këto dy grupe. Cilët janë ato dy grupe, ja Rasulullah? Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, grupi i parë i njerëzve të cilët mbajnë shkopin në durt e tyne sikur bishtat e lopës, do më thënë është fjala për zullumçart,
të tipave të Bashar Asadit, Allah ja Rabbi qafën ja theft ati dhe zullumqarëve të ti. Njerëz të cilët bëjnë zullum popullin e vet, njerëz të cilët i rrahin, i maltretojnë, torturojnë dhe i vrasin njerëz e popullit të vet, është fjala për njerëz zullumqar, të cilët bëjnë zullume me dhunë, ndaj tyne në tortura. Këta njerëz Allahu Teala nuk i fut në xhennet. Dhe para menoni me këta e ka krahasu femnën Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ata bëjnë tortur fizike vllazën, femna e zbulume bën tortur psiqike ndaj meshkujve në shoqëri. E masë me shku njëni me dhunu, shkojnë edhe ankohën, polici na kanë dhunu, po ti për dit i dhunojshë këtëne. Ti për dit, me gjinët e tu, komët e tua, me avretet e tua të zbulume, ti për dit i ke dhunu meshkujt e rrugës. Ku me të lajmëru në ty? Ku me shku mashkull i ngrat me lajmëru në policia dhe me thonë, valla në zorja me prej femnave? Ku me shku? Mësuse pe lajmëran qiken, arsimtarin, shkollë fillore, tha pja lajmërej qiken, prindet, a e frajeri po vjena dhe po më thot, a mos jeti të jabletesh ata, që reba punë të tua ti. Dhe e vazhdën dhunimin e shoqërisë, kjo femër. Dhe këtë femër të zbulume, thot pejgamberi sa dhe grupi i dytë, që s'kom i pa në ditë kiametit, edhe as kanë me shiju gjennetin, as kanë mjani erën e gjennetit, para meno Resulullah i spisheh këto femna, subhanallah, sa nonat tona, sa gratë tona, sa motrat tona, sa bia tona, s'kanë me pa gjennetin, as kanë me pa Resulullah, as Resulullah s.a.s. s'kanë me pa to. Cilat janë këto, ja Resulullah, tha pejgamberi a.s. nisaun, kasiyatun ariyat, tha janë femnat të cilat janë të veshme, po janë të zhveshme. Subhanallah, po qëfar po të kishte pa Resulullah s.a.s. për femnat tona të cilat janë totalisht të zhveshme. Ka folë pejgamberi sa për elankat, që na pengojshin para disa vjetë, për farmerkat, për pantollat e ngushme, për bodit në trup, që e ka teshën femna, por ja përshkruan vijat e trupit të saj. Ka thënë pejgamberi a.s. janë femnat të cilat janë të veshme, po përshka ngushtimit të vijave të trupit, ngushtësisë të teshave që i kanë në trupin e tyne, duke si ku më konë të zhveshme, se kret vijat e trupit i përshkruan. Ma ilat, ato të cilat hecin me naze, tak, rak, me shtrembrime në për rrugë, për tërhek vëmendjen e meshkove të huj, ato ka thonë të cilat i majnë, punq, flokt e tyne, si gunga e devës së tha, zaif, që i del gunga në mejdan, kura zaif, sa ma zaif që është devja, qaq ma tepër i del në mejdan, gunga, se kura e plot, fshijet, më kura ma zaif i del gunga e shpinës, ma shumë mejdan, kështu i ki femnat, i ka përshkruar Resulullah s.a.s. të cilat e kanë flokt e tyne me frizurat të ndryshme të qume nalt, që duken sikur me pas qenë gunga të deveve. Dhe për fat keq, në këtë grupë hynë edhe shumë për shamikave, femnave me shaminja që i lidhin flokt për fundi i shamis dhe shtin shamin mrenda, për cilin inshallah do t'ja kushtojmë, ndoshta hutbën e radhës për mbulesën dhe do të flasim edhe për këtë grup të femnave që mendojnë se me shami e të Allahu Teala nuk janë të mbulume të tilla. Këto grupe nuk do t'i sheh Allah Resulullah sallallahu alaihi ditë kiametit. Dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin tjetër, këto femra ka thonë janë të mallkume. Këto femra ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam janë të mallkume, mallkojini ato se ato janë të mallkume, subhanallah. Ka përshkruar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të ketë në fund ummetit tim disa burra, të cilët do të hypin në shalë, të cilët i përngjajnë mjeteve transportuese. Subhanallah, prej haditheve të çuditshme të Resulullah sallallahu alaihi wasallam është ky hadith vllazën, me cilën ka përshkruar pejgamberi alayhi salam këtë zaman. Ka më ardhur, ka thonë akhiri zaman, para kiametit. Mjete transportuese të rahatshme. Sejjarave le ka quajt. Arabët sot i thënë kerrit sejjara. Dhe i ka përshkruar pejgamberi alayhi salam, ka thonë kanë më ardhur si burra, të cilët do të zbresin para dyrëve të xhamisë, që për namazditë të folë, se për këta cokakët s'është ka fol. Gratë e namazdive është të i përshkruar hadithi. Dhe ka thonë pejgamberi sa do të zbresin para dyrëve të xhamisë, me gratë e tyne që janë të veshme, mirë po janë të zhveshme. Në kokat e tyne do të kenë model flokësh, sikurse gungat e devëve të thata,
mallkojeni ato, sepse ato janë të mallkume. Mallkojeni ato, sepse ato janë të mallkume, sikur të kishte pas jush ndoj popull prej popujve do t'i shërbenin gratë tuaja grave tyne, ashtu sikur se po ju shërben juve gratë e popujve para jush. Imam Ahmedin musnedin e tij e ka përmend dhe Ahmed Shakir ka thonë se është hadithi sahih. Sikur ka thonë me pas ymet tjetër për mapa, juve, gratë e juja ishin bo shërptore tyne. Çka do të thonë kjo laf? Ulema e kanë spjegu. Robreshat në Islam nuk kanë të drejtë me vun shami, sklavet. Edhe nëse është muslimane, ajo s'ka drejtë me vendos shami. Prandaj janë marrë për mi shërby grave të lira. Pre sheve se femna është e lirë shamia e saj, ku i qënë mesazh mashkullit ka shi dhe i thët, unë nuk jem mal trektues, ti nuk ke drejt me më pa në vretet e mia. Prandaj edhe ti nuk mundesh me mi pa mu flok dhe pjesët e tjera të avretit, pjesët e tjera të tëpshme të trupit tim. Me pasar të Resulullah s.a.s. Omeri, Ebu Bakri, Omeri, Othmani, Ali dhe sahabët tjerë, sot mi pa gratë e juja vlazën, marë për bajram, hajde një se erdhën sahabët për bajram, shpe, mjau pa gra, pa havale. Nuk ko që di që i këshin pyt, ju këshin pyt, sa e ka qmimin që kjo robnesha jote? Për arsye se femna robresh nuk ka shami, sa burrat sot i konsiderojnë gratë që i kanë pambolume, ato jo sikur robreshat e sahabëve. Ha? Qfar burra janë këta vlazën? Që lejojnë femnat e tyne me qenë pambolume, dhe këta njerëz i ka qujtë Resulullah sallallahu alaihi wasallam dejuz. Kush jam dejuz vlazën? Dejuz është një person që e ka nën përkujdesin e vet, nën kujdestarin e vet, e ka grun dhe qiken, për cilat është i urdhëruar mu kujdes për to, se Allah e ka urdhëruar. Ka thonë ja ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara, o ju që keni besu, runi vetën dhe familjet e ju e për zjarmi i xhenemit. Gruaja jote është emanet i Allahut në durët e tua. Tha pejgamberi alayhis salam në haxhin lam tumirs, silluni mirë me robreshat e Allahut, me emanetin Allah që u kalon durët e juja. Është emanet i Zotit. Dhe ti ke lënë zbulume. Dhe kur i thu, a peshti grun havale, o se pengojen, kur dojen ati, ky muslimani më i mirë që ky. Ishte të nisto. Që si pengon më mshel gruja, më vetë nuk mund se be për më u kon ajo, e mbyll dhe me shpëtu për zjarmin e xhenemit. Ka që i bën këti për grun e vetë, a ka më kon gjenetlike, apo ka më kon gjenemlike. Dhe tha pejgamberi alayhi salatu selam, dejuzi nuk hyn xhennet. Kush është dejuzi? Ai i cili e ka grun, e ka qikën e zbulume, me avretet e qelme, i hec me brek, i hec në miniq, i hec flokët e qelmes, po shkojmë më larg. Krit e qelme, flokët e qelme, dhe i thënë njerëz nuk ka zbulu gruja, nuk është e mbulume që Allah i ka dhënë urdhën, edhe i thotë që punët e tua marr aty. Aty të kamet me fol për grunën dhe qikën tema. Që kjo dejuz, populli e përdor këtë fjalë, dejuz. Për para, kër e kanë sha, edhe opoja, kër e ka sha njërin, i kanë thonë dejuz, po sot ishin bo vetë dejuza dhe opoja lit nalt. Javën e kalume, për fat keq, isha nalt, dhe i pash edhe femnat në opoj ishin bijat e dejuzave. Edhe gratë e ty në ishin gratë e dejuzave. Që ma që krenari krenohet opoja me të kalume në tyne, jenë bo sikur jahudit të cilët krenohen me pejgamber të tyne, këta krenohen më gjallarët e më që mësot lazën ku jemi. Edhe luginën e Preshevës, Bojanovcit dhe Medvegjes, edhe atje pash, dejuzat ishin në sken, se qikat i kishin në breg, s'po flas më për Shqipënie, për Kosovë, e ta shkove të fundit për fat keq, edhe për Maqedoni. Po flas për dy territore që kanë menuar se e mat fetare, Opoja dhe lugina Preshevës, të cilat e kanë atë që jenë krenuar të kalumen e tyne me moralin e mirë. Ten dejuza. E ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam për dejuzin, në hadithin që transmeton Abdullah ibn Omeri, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, 3 llojet njerëzve Allah s'ka me i shequn ditën e kiametit. Në rivajet s'ka me i ufor dhe s'ka me i pastru, subhanallah. Qëre vlazën, zinaqarit, rakigjis, kamatagjis, të gjithë këto janë për mkateve ekstra të mdhaja. Allah i ka mundësi këtyne mja ufarë dhe ka mundësi mja uforë.
dhe me I pastru prej mëkateve të tyne. Vjen Allah dhe e pyet, pastaj nëse e dënon apo ja fal atij. Mirë po, kuj s'ka me I fal, ka thonë 3 grupet njerëzve Allah s'ka me ju fol. Allah mos me të fol, në ditë mahsheri Allazën a ka ditë ma të rëndë se Zoti mos me të fol. Ti e to prit avokat, kush ka me ardh me të pështu prej gjendjes 1-2 mile mbi kokë ki dilin, zjarmin e xhenemit përpara, 50.000 vite kush s'po të flet ty, vetëm veprat e tua kanë me fol për ty, gjymtyrët e tua kanë me fol për ty, dhe po pret mëshiren e plot fuqishmit Allahu Teala, e Allah ja dit nuk po të këqyr ty. Pse s'po të këqyr? Se ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, je njëri prej 3 njerëzve. Ai ka thonë i cili nuk I respekton prindit e tyne, edhe shkon Allah I na ruajt, shkon edhe sillet në mënyrë të vrasht me prind e tij. Mudminu khamrin wa aqun lil walidayhi, përdoruesi I alkoolit, dhe ai I cili është I padëgjueshmi, ai I cili torturon, I maltreton, I fyn prind e vet, dhe I treti tha dejjuth. Subhanallah, kom frikë vallahi që kjo shoqënia jona shqiptare s'kan më fol hiç Allahu Teala aty në ditë kiametit. Ndoshta jemi prej popujve, të gjithë popujve musliman rruzullin toksor, me keqardhë po e tham, jemi ndoshta populli më I zhvesht prej popujve të muslimanve, ose jemi në fundin e listës prej popujve që e quajnë vetin musliman, por janë të zhvesht, dhe janë dejuza burrat e këtij popullit shqiptar. Ne jemi dejuza o vllazë. Ne jemi dejuth. Popull që dejuthat falin xhumo, popull që dejuzat I kemi në xhami, popull që dejuzat I kemi në përdarsme, në për shtëpia, në për vendet e punës, në për rrugët tona. Popull që jena mush me dejuza. Popull që jena mush me femnat mallkume, të cilat e kanë meritu mallkimin Allahu Teala, dhe ka thënë pejgamberi sa mallkoni ato, qofshin të mallkume për Allahut, se na ka thirrë Resulullah me I mallku. Dhe nëse vazhdojmë kështu ne, dënimi Allahu Teala ka mundësi me zbrit mbi këtë popull I cili është shfrenuar totalisht prej virtyteve të moralit dhe të fesë dhe respektimit të rregullave të Zotit të tyne Allahut azza wa jall. Gratë e mushrikëve arsyetoheshin me zhveshjen e tyne, se adet ka qenë subhanallahu në kohën e xhahiliyetit, ka qenë adet që femnat dhe meshkujt kanë bërë tavaf cullak vllazën. Kanë vdesh teshat e tyne dhe të zhveshur nudo kanë bërë tavaf rreth qapës. Këtë kanë konsideru din, për arsye se kanë kujtuar se teshat në trup I kanë teshat të mëkatit me të cilën kanë mëkatu, dhe kanë konsideru që duhet mu zhvesh tërësisht edhe prej mëkateve duke I zhvesh edhe teshat e mëkatit, teshat e trupit. Dhe me fishlim dhe shuplaka të zhveshur, kështu e ka bërë ziqër Allahu Teala, dhe Allah ka kallëzuar në Kur'an për ta. Dhe ka tregu pastaj edhe për arsyetimet e tyne. Dhe ata çka kanë thonë, surat Araf ajeti 28. Thot Allahu Teala për ta, dialogun e tyne, kanë thonë ne kështu I gjetëm të veprojnë edhe baballarët tonë. A I keni një të ne bidatçit, çush arsyetojnë bidatin e tyne? O, 740 ka pas, gjatë mërë ka pas, erdhe për na e prish një dinin. Të na kanë që shtu, shqiptar ka me kap kusherini për qafe, ku je, kusha, pëcë, djalin e migjes, djalin e hallës, djalin. Për na e prish një dinin. Qështu kanë thonë gratë e mushrikëve? Ka thonë, kështu I kem gjetë baballarët tonë. O kedhalika wajadna aba'ana. Kështu I kem gjetë baballarët tonë. Darsmat, kështu I kena gjetë baballarët tonë. Në për hotel Theran të Prizrenit, me xhdise tjera kur fillun me I përzi gjinit, fillun me I shti tupangjit, cyrlagjit, qemanegjit, fillun me I shti në mesin e grave, dhe I vdeshën gratë e tyne, dhe lujtën zbashku me shkijet. Me shkije edhe me shkijet tonë, që janë si shkijet në ndukjen e tyne dhe në zemrat e tyne. Veç folin shqip. Edhe atëherë çfarë arsyetimi kanë para Allahut Teala? Ata kështu në thënin. Me po Allahu Teala I thot, thujo Muhammed, kur Allahi nuk urdhron turpin. A mos thoni për Allahin gjana që as pak
nuk i dini. Allah i kur ka thonë se ka urnu mu vdesh dikush edhe në atë mënyrë me madhnu Allahun Taala. Allahu nuk e ka urnu turpin. Allahu Taala nuk ka urnu mu vdesh femnat tona si kur që jenë vdesh. Ju jeni të vepru të kundërtën e urdhresës Allahut, e kush ken liqt Allahu Taala hiç pa kur far dyshimi se Allahu Taala i dënon të tillët. Allah na ruaj prej dënimit të Allahut. Ka thënë pejgamberi sa një femën që del në rrugë e parfymosme e ka gjunahin sikur femna që bën zina. Sa femna sot kur kalojnë të hec sikur më kanë dyqan i parfymeriz, edhe ti do të më kthy ka ajo femën me shiqu se është parfymos. Para burrit i vjen era gjell, era njerëz, kur del sokak, lyhet, ngjyhet, pastrohet, edhe parfymoset edhe del për me tërheq vëmendjen e meshkujve të huaj. Kjo është traditë jona vëllezër. Femra duhet parfymos para burrit të saj dhe heshu para burrit të saj e jo për tërheq vëmendjen e të huajve e në këtë mënyrë mu bë sebeb që me bë zina syt e muslimanëve. Dhe ta din këto femna se pejgamberi sa më ka thonë zinaja e synit është shiqimi. Ta din këto femna se janë shkaktare të prishjes së trive në rrugët tona. Ti sot me 18 vjet të tua që je vdesh apo je vesh sikur më kanë vdesht apo je në breg dhe në miniq, je shembull për çika 2-13 vjeç. Dhe ky që ka ardhur ty me të marr sot, nesër kur ti lind dhe deformohesh, ky ka me vazhdu me lyp trup që të ka marrë ty, se ky të ka marrë për shkak trupit tënd, s'ka marrë për shkak karakterit tënd, dinit tënd apo ahlakut tënd, moralit tënd. S'ta ka pëlqy shpirtin tënd, ta ka pëlqy trupin tënd. Dhe kur deformohet pas lindjes trupi yt, ky ka me marr atë apo ka me shku mas asaj, e cila kur ka qenë 12 vjeçare, të ka pas model ty. Dhe ajo sot vdishet, sigur ti, atëherë e humb kjo femën edhe burrin e saj, se ky ka me vazhdu me nga mas femnave të zhveshën. Këto femnat janë të e shkatru edhe familjen e vet dhe burrat e vet. Dhe zhveshja vllazën është prej shkaktarëve të azabit të Allahut Taala. Për shembull, unë kisha pas qef me i dhon këto disa statistika të cilat subhanallahu janë shumë të rënda. Dhe me këtë do ta përfundojmë me këto statistikë. Janë shumë të rënda. Se zhveshja e femrës në civilizimin perëndimor sot, ku e ka pru situatën e shoqërive perëndimore, se kur të vdishet femna, shtohen apetitet e meshkujve ndaj tyne, se mashkulli ka epsh. Dhe atëhere ngjallet biznesi për femrat e zhveshuna që quhet pornografi. Dhe sot pornografia konsiderohet një prej bizneseve më profitabile në rrezullin toksor, ku janë pyetje me $100 miliarda televizjes së industrisë pornografike që bëjnë fitime marramendse prej trupit të femrave. Ato nuk janë të vetëdijshme se çfarë degenerimi kanë ra dhe çfarë degenerimi janë duke i shkaktu meshkujve dhe shoqërisë për rreth tyne. Për shembull, një faqe e internetit, në anglisht Internet Filter Review, në të cilën fol për pornografinë, statistikat e pornografisë në internet, subhanallah, është rëndëqet se numrat dhe shifrat që i jep studimet e bana në rrezullin toksor dhe posaçërisht në internet, i cili gati se çdo shtëpi tonë është prezente dhe keq përdoret, jo përdoret, po keq përdoret në mënyrën më të vrasht prej trive dhe trejave tona, të cilët ekspozojnë fotografitë e tyne, femrat i sheh duke ekspozu fotografitë e tyne në internet, besa edhe muslimonkat i sheh dhe thuaj se s'ka met burr që në Facebook se ka qitë fotografinë edhe të gruas vet. Thuaj se kam i hub gruaja vet se mos ta qitë fotografinë e gruas nga të vetit. Pse ke nevojë me ekspozu fotografinë e gruas pranë fotografisë tënde? Secilin që ishe profilet e tyne në internet, gruaja ja është nën djatë, e ka ka për qafe, ja nën të majtë, ja për mi, ja për fundi, ja të puth, ja
mos vetë, subhanallah. Si kur do më çu mesazh tyne mos ma merrni jemi, mos ma merr se jemi, Për shka vllazë? Për çfarë arsye ekspozimi fotografive të femrave në internet dhe në Facebook? Femrat muslimane zguxojnë me ekspozu fotografitë e tyne për me qenë objekt i fitness rrethit dhe shoqërisë muslimanëve. S'ka nevojë femra me qitë foto. A me shamia, pa shamia, a nga të burrit, a i lartë burrit, a i martume me filanin dhe filanën, pse? Nuk ka nevojë një gjë e tillë, përkundrazi është e ndaluar që të bëhet ekspozimi i femrave tona nëpërmjet fotografive tyne të internetit. Çdo sekond bota harxhon, që statistikat janë bënë në 2008 dhe flasin për 2005 dhe 2006. Çdo sekond, atash është ende më tepër, unë po flas për periudhën 2005-2006. E për fat keq sot është hala më keq industria e pornografisë, hala më e fuqishme. Se i kemi mashallah të bashkangjitur me kësaj edhe pornografët shqiptar, të cilët krenohen me të arritur që kanë arrit mi zhvesh femnat edhe me bo film cullak edhe të fliqt. Çdo sekund harxhohen nga 3 milion dollar në produktet pornografike. Çdo sekund 3 milion dollar harxhohen në produktet pornografike. Çdo sekund nëpërmjet internetit 30.000 njerëz janë të shiqu materiale pornografike. Zoti e di sa xhamatlia e kësaj xhamis është mesin e tyne. Allah e na rujt. Është realiteti ynë. Nashta hoxha është i rënd kur e kallzon realitetin, por ç'ky është realiteti ynë, vëllazë. Që po mënohemi me e fol të keqen që me qenë preventiv për parandalimin e përhapjes së të keqes së cila na ka vërshu. Jo na ka mbulu, por na ka vërshu. Jemi të mbyt me amoralitet dhe me zhveshje të femrave. Çdo sekond nga 400 vet i ki duke hulumtu materiale pornografike. Çdo sekond është në pyetje, vëllazë. 60 sekunda nga sa vet i bie, vëllazë. Janë pyetje me mijë veta brenda minutit të cilët janë në hulumtim të rrjetit internetit për gjetë materiale pornografike. Pornografia dihet, nuk është erotizëm, por është akti mes meshkujve dhe femrave që bëhet inqizimi i këtyne akteve të haramit dhe pastaj nëpërmjet materialeve, projekteve filmike, videove plasohet në internet dhe bëhet objekt i vëzhgimit prej tjerëve. E këshyr tjerët, e merr gruni i këshyrin të tjerët, burrave qerja u këshyre sende, ka hup turpi vllazën. Edhe e lexova një fjalë arabe, thoshte momentin kur vdiq xhelozia te meshkujt, bani vetvrasje turpit të femrat. Ka hup xhelozia te burrat. Jo, sot jena bë me lorada. Sot kena më këshyr, shka. A çka janë që tu po më çapo vet? Shka më. Vesh mos pa prish ratini ato këshyr futboll. Te ku dush dhe i qafën. Sigur ajo gruaja Nasradini që i ka thonë Nasradinit kur o qun sabah, o martu edhe i ka thonë, kujt i dalë o burr, kujt mos i dalë, më kallëzë, i ka thonë, jashta me kujt dush dile. Veç mu mos më din. Edhe sot për fat keq, femnat tona gati si e shëndrun tilla. Jashta mu kujt dush dile. Dhe kretve janë të ju dalë jashta se burrave të tyne. Po ashtu, subhanallah, këto motorat hulumtues të internetit 4.4 miliard vizita hulumtuese bëhen çdo muaj në kërkim të këtyre materialeve pornografike. 6 miliard i ka kret njerëzimi, 4.4 miliard në muaj bëhen hulumtime për materiale pornografike. Mesatarisht, çdo sekund bëhet download, zbritet për internetit nga 50 gigabajt material pornografik, çdo sekund. E najhere ka raste kur zbret edhe 125 gigabajt në sekund, dhe më thonë që ka zbritet materialeve pornografike. Në 2006, qarkullimi vjetor i industrisë pornografike ka qenë bi 96 miliard dolar
për një vjet. Tash e ka kalu 100. Mbi 100 miliard dollar vllazën janë njerëz që shpenzojnë në materiale pornografike. Dhe sot për shembull ke sajte në internet, çdo e teta faqe në internet është faqe pornografike. Çdo e teta faqe në internet është faqe pornografike. Se konsiderohet si faqet më të vizitume prej njerëzve momentalisht në dunja. Blerësit më të mëdhej të materialeve pornografike janë mushrikët. Njerëz që s'besojnë hiç në Allah, sikur që Kina, Japania, Korea Jugore. 76% të blerjes këtyre materialeve pornografike i bëjnë këta mushrik. Ndërsa më tepërmi të cilët prodhojnë materiale pornografike janë amerikanët, që 89% të këtyre materialeve pornografike ja u prodhojnë dunjas atane. 89% jemi për integrime euroatlantike dhe kada kadal, edhe femnat tona po integrohen dhe do t'ja shtojnë këti 89% edhe 1% për shqiptarkave tona e më zëma keq. Pas Amerikës, si distributer më të mëdhej të materialeve pornografike është Gjermania edhe Britania e madhe. Integroheni ju me pornografi në botën euroatlantike. Përveç të mëdhejve, nuk janë mshiru edhe të vegjëtit vllazën sa i përket rrezikut të ballafaqimit me materiale të pornografisë me të cilën ballafaqohen në internet fëmijët tonë. 12 vjeç që ki fëmin është në shkollë edhe i ka shok dhe shoqet e klasës dhe i shiqon se çfarë foto shiqojnë dhe çfarë sajte i çojnë njëri tjetrit për shkak të mos edukimit të duhur në familjet tona, për shkak se baba s'ka kohë me u marrë me fëmin, nana s'ka kohë me u marrë me fëmin dhe lejimit që ata fëmijë të vëzhgojnë, të hulumtojnë dhe shiqojnë materiale të jetë të dëmshme pornografike për moshën e tyne. Edhe për shembull, prej faktorëve të çorrimit të njerëzve ishte edhe shiqimi në pornografi. Kjo me e vërtetu me mënyrë shkencore. Për arsye se shiqimi në pamje pornografike e bën ngritjen e menjëhershme tensionit të gjakut që ka mundësi ky tension të godete synin dhe ta çorroje synin. Qa përgjigje kemi thonë Allahit, me të shku syni të këqyrtin haram? Qa kemi thonë Rabbel Aleminit? Qa e konë të këqyr? Asibe kësibe, se di u mush kompeteri virusa, qa s'pa i? Arsjeto, të Allah i mëse, që shki me rre Allah? Zdi qa po dole, veç po dhimi. Allah i në rujt prej gjendjes së tillë. Po ashtu, prej moshës 11 vjeçare fëmijët fillojnë me shiqu pornografi. Bile, 90% të fëmijëve prej moshës 8 vjeçare deri moshën 16 vjeçare që ballafaqohen me materiale pornografike në internet. Përdorues të internetit që janë 90% të fëmijëve prej moshës 8 vjeçare janë ata që ballafaqohen me kësi. E mosha mesatare që i përcjellin këtë gjëna është prej moshës 11 vjeçare e përmi. Më thotë ne, sa i bjerë, dikun 5 në klasë, fëmijët janë, sikur që e pash një karikatur, kur baba e ka pa djali ju ka rrit, ju ka po 12 vjeç, dhe po do me i kallzu diçka, biri jam ka thonë tash është koha diçka me fol neve për intimitetin tënd, edhe ky djali të punu në kompjuter kthehet edhe mënyrë ironike i thotë po, çka po ti intereson baba, të pyet. Se po dinaj ma shumë se ky, se po shehaj ma shumë se ky, se po shkëmben ai materialet preshta ma shumë se baba. Në si gjendje kem arrit sot që të kemi fëmijë të cilët për fat keq janë në gjendje shumë të mjerë në moralin e tyne. 4.700% rritet kërkimi materialeve pornografike pas përfundimit të shkollave. I kry provimet zazat, gjëm kompetent tash me këqyr, qa ka qa s'ka. Ata, ata. 4.700%. Për shembull, në Provincetown
në distriktin Shkollon, provincë tonë, për shembull, kanë marrë disa shoqata, të cilët janë për përhapjen e këtyre fesatave, kanë marrë iniciativën për me përhap kondoma në qysh shkollën fillore, me shpërnda kondoma për klasës parë, dytë, bëjrëm kondoma mirë dhënë. Dhe është dash me reagu guvernatori i Massachusetts dhe me thonë, ju lutem shumë herët në klasë parë, prej klasës 5 ka thonë, shpërndani kondoma. Në mësë në përthojnë, o gjopë i përmend do se, në mërë qikat lomi unë ka ju bëhen, hoqa s'po këtëzëm jo përmend juve që jenë të bo qikat e juja. Që kjo është aja hlaki i rejshëm i shoqënisë tonë. Darsmat, lëm, me gjriset, lëm, femnet, lëm, hoqa me dalën dhe me folë, kondom, hoqa, qa ke folë, që. Që kjo hlaki i rejshëm, vlazën. Kjo kulturë e rejshme, si të ki televizor, shpe, e sheh Hyrremin e Sultan Sulemanit, mos shit men, vlau. Ti për këshirë të një fa seriali, e këshirë atë televizor nacionale, këtë televizor, atë klip muzikore, këtë klip muzikore, dhe hoqës, fjallë të hoqës për të pengojna. E këto është koshitja që tërkuj, këto rrenë dhe palavra. Për jeton njëri në ambient të zhveshun, për jeton në ambient perendimit, ose tonat halom aziset perendimit, dhe që ma keqja, ata thëjnë, qika tona për në prishën Kosovë, ta tonë thëjnë qika tona në i prishën këto të gyrbetit, a bërlok të dy anët ja. Këta tonë kanë frizura tjera, ata kanë frizura tjera. Këta i bonë, si papagall ata i bonë, papagall i jeshil e sari e kuqe, via. Masere se cili, jo t'jut, matë këshise tonë. Bërlok, dy anët i li bërlok. Ja, sa dëni, etiketoni dhe akuzoni palin e kunder. Heq nuk janë të jelshu, as gyrbeti vendin, para moralitet, tonëve, as tonët se janë të jelshu. Ashtë për të ardhë keq, për shumë në gyrbet. E kam një vetë me vesh të mi, një hoqë i cili që 17 vjetë shkejke rënd në Ramazan në një qytet në Zvicër, e kam një vetë me vesh të mi, kur ju tha aty në rinis, në gjami, cili prej juve dhe para martesës nuk keni bo zinafa. Në qotë njëni, në qoj e dorë. Unë të kujtu se hiperbolizim është ka bo në hoqën atë ambjent. Po pres, mos më qohë denja, krete unë gjën kryte asë njëne. Që shtu në kam mas një 2-3 vjetë, duhet edhe unë në këtë gjemat me thonë, cili prej juve ili hala që kur gjës keni bo. E duhet mas e në mikëshyrë sa dur kanë me na uqunë këtë gjami, apo në këtë shoqni që s'kanë bo zina. Zinaja ka marë për masa jesë zakonisht të mdhaja në shoqni tonë. Për gjithë ditë mbi 116.000 searching hulumtime bohen me emnin child pornography. Pornografi e fëmijëve. Mbi 116.000 hulumtime në botën e internetit bëhen për me kërku pornografi të fëmijëve. Dhe çka është më e keqja, 58% të rasteve të keqpërdorimit të fëmijëve për pornografi bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj ne ka materiale të sadistëve edhe të materialeve pornografike me hajvanat, me shota, me lopa, me pela, me sende, edhe gjajnë mishteri që ju shiten ato. Para menoni, subhanallah, e epshi që puna ka Allah. Me atë femen, me këtë femen, me ato, dikur hajde lopës, hajde peles, dikur ma sene hajde në pederizëm, edhe sende epsh, i pangopshëm, dhe veç këshyrë sende treja, dhe pre shumicës atyne që janë zonë, në burg që kanë hynë, këta njerëz të cilët kanë kanë majt materiale pornografike të fëmijëve, mbi 20% të kompjuterët e tyre janë pa fotografi dhe materiale të pornografike prej fëmijëve, prej posa lindurve deri moshën 3 vjeçar. I inqizojnë edhe i qesin si materiale të internetit. Deri aty ka arrit kjo mendje e çrodit. Dhe jemi ne në fazën e tyne, ne jemi të shku, çka tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Keni me i pasu ata që kanë qenë para juve plan për plan, krah për krah. Nëse futen birë birucës, keni me u fut edhe ju në birën e hardhucës Zhapinit. Thana janë jahudit dhe krishterët, ata që kena me i pasu e Rasulullah, tha po kënd tjetër. Shka bëjnë ata edhe ju, ka thonë, nëse ka me pas dikush prej tyne që ka me bo zina me nënën e vetë, kini me bo edhe ju zina me nënën e juj.
Në Prizren e kini nirin, i Prizrenit është që është të vujt burgun për shkak të dhunimit vajzës vetë. I Prizrenit ta, që sa vjetë është. E kësi rasti kemi të shumëta, dhunim të vllaznive ndaj motrave tyne, dhunim të vjehrrive ndaj rejave tyne, dhunim e kunetive ndaj kunatave tyne, grave të vllavit. Po i quajnë dhunim kur pizojnë, se shumica janë me qef të u bo. Kur të përzihen komt, me gjrisët, nejat, kur të zhveshën palet, kur të shkon baba me qikën e vetë në detin, bregdet, ditën e parë të Bajramit, plot namazdit ka nik, lekta të sokakit, të ka nik ty në Nulqinë në Durrës. Ditën e parë të Bajramit, Prizren. Dhe i diju në disa për e ty, namazdien. Edhe kanë shku, i kanë mbyll dyrt e Bajramit, s'do për Bajram me po mysafir për me shku në vendet e zhveshjes. Kur shkon njërin plash dhe i zhvesh qikat e veta, e këshyr rene vet, e këshyr baldesken e vet, e këshyr motrën e vet të zhveshën, pra aty të ka fillu zhveshën në për rrugë tonë. Se femna e ka një perde, kur ti kris ma e zesë se mashkull i bëhet në moralitet. Ti shko zhvishën plash, këshyr një një tjetërit, e atëherë normal që i bën një gjimë kunatës, e motrës, e asaj e kësaj, edhe prishën më perdet e vlerave morale të cilat për fat të keq, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allah i kam ju qu, ka thonë, dënim. Edhe ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jini shumë afër atij dënimit kur do të paraqiten Yejugje me Yejugje, sende tha Zenebia, gruaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, a kena me u shkatru në mesin ton, ka me pas burat mirë, tha pejgamberi alayhi sallam, po nëse përhapet el khubthu, amoraliteti. Kur të përhapet amoraliteti, prit një shkatrimet të cilët Allahu Teala ka me i shkatru njerëzit në këtë zaman. Allahu Teala në e ka prun atë kohë, thot Allahu Teala, po e përfundoj, kur duam të shkatrojmë do i vend, i urdhnojmë pasanik të ati vendit të respektojnë Allahun, ndërsa ata bëjnë amoralitet, atëherë zbatohet dënimi i merituar kundër tyne dhe shkatrojmë tërësisht atë vend. Surat Isra ajeti i 16. Hadithi, nëse e shihni një të keqe dhe shukatni ndaj asaj dukurie të keqe, ekziston mundësia e madhe që t'ju godet edhe juve dënimi i Allahut Teala. Sot e jemi të jetu vllazën qëtë zaman. Prej ditës tash fillim që e ka kriju Allahu Teala këto kurs kemi pas zhveshje më të madhe të femrave tonë. Dhe s'ka angazhim për ndryshimin e gjendjes. Shteti nuk ndihmon, përkundrazi ta ndalon mbulesën dhe e stimulon zhveshjen. Në për gjimnazë, shkollat tona bën miniqat dhe femrat shkojnë hala në për terzi, në për rrobaqepse dhe i shkurtojnë ose i ngrehin këtu dhe i bëjnë hala më të shkurta për me dalë. Dhe kjo e ka babën, e ka nonën, të cilët s'kan lidhjet burrnillëkt, janë dejuza. Del femna, pe shoh që tu në para disa dite, prej shtëpis babës, janë jo babën, rakigjie ka, që s'është namazdi, për arsye se kishte ardhur hala më i nati kur peshot namazdi, vëse femnat me shamia, të bë vepra të shëmtuta. Mirë po, e ka jo namazdi babën, dhe po del me do brek të ngushta të kuqe, që si janë as farmer, të lidhur për trupi dhe ekstra të shkurtra mes dy dejuzave, babës vet edhe burrit të saj. Marun prej dejuzave, subhanallah, edhe të cilët vinë edhe masën e kallëzejnë. Na mytën me kreoshat, na prishën dinin, kur ja këqyr gruni, ja këqyr qiken, aj zët që shë ka gjendën familjen e ti. Allah i përmisoft, ja Rabbi, gjendën tonë. Allah i na i përmisoft gra dhe bia tona. Allah i përmisoft o gjallar dhe prijetar tonë. Allah i përmisoft burrat tona, burravecat tona, bubrecat tonë, të cilët s'ju ka met erë e burnis në familjet e tyne. Allah i përmisoft këtë qëshni ka e mbara, ja Rabbi. Allah i na largoft fra moralitetit. Allah i largoft të këqia që i ka largu. Allah i mos na dënoft për shka gabimit të këtyne me dhe lehtve. Allah i na boft pra atyne të cilët janë pishtar të udhëzimit të njerëzve dhe udhërrëfyes të rrugës së drejtë të këtyne njerëzve. Allah inshallah na boft inshallah që të kthehen edhe bijat tona ashtu si kanë qenë gjyshet tona me moral dhe me mbulesën e tyne. Aqulu